Këngëtari i njohur Gjesti është arrestuar ditë më parë dhe për këtë situatë të tij ka reaguar dhe ish finaliste e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Xheneta Fetau. Ajo është shprehur se kur presioni rritet dhe kufizimet shtohen, sipas saj, situatat shpërthejnë. Po shoh situatën me Gjestin dhe më habit sa shpejt disa njerëz bëhen gjykatësa. Të gjithë e dimë çfarë periudhe ka kaluar. Disa sjellje janë të gabume, po kur një person mbledh presion dhe padrejti për kohë të gjatë, reagimi nuk është gjithmonë ai që pritet. Lehtë është me fol nga jashtë, po më e vështirë është me kuptuar që e sjell një njeri deri në atë pikë. Nuk po arsyetoj askënd, por një gjë është e qartë, që kur presioni rritet dhe kufizimet shtohen, situatat mund të shpërthejnë shumë keq. Nganjëherë zgjedhja më e mençur është me qetësu situatën para se të bëhet më keq. Shkroi Xheneta Fetau duke i dalë disi në mbrojtje këngëtarit Gjesti, që po kalon një periudhë të ngarkuar, sidomos pas humbjes tragjike të vëllait të tij në një aksident automobilistik. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Xheneta dhe Gjesti kanë qenë mjaft të afërt për sa kohë dyshja ishte në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.